është edhe fakti se në mënyrë të drejtë për drejtë, pra në kohë reale, diskutojmë për procese që kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionon kjo që quhet demokracia funksionale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, jo vetëm në momentet kyçe të zgjedhjeve kur njerëzit hedhin votën, po gjithë procesi shumë mujor që paraprin pikërisht këtë moment shumë të rëndësishëm që bën diferencën, sepse diferenca nuk bëhet në momentin e hedhjes votës, por shumë kohë më përpara që me organizimin e primareve. Dhe meqense jemi të primaret, flasim pak për to. Kanë filluar në mars, do të zgjasin deri në shtator, një periudhë mjaft e gjatë në shumë shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në çfarë momenti ndodhemi aktualisht dhe çfarë është bërë gjatë këtyre muajve? Para se të përgjigjem kësaj pyetje, dua të them dy fjalë për atë që prekët ju në fillim të pyetjes. Unë personalisht i quaj me shumë rëndësi këto bisedat në lidhje me atë që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse tregojnë një model që do ishte mirë që në një farë mënyrë ose në elemente caktuara të tij ta zbatonim dhe në Shqipëri, natyrisht të përshtatur me traditat zakone që ne kemi dhe prioritetet që ne kemi si kom. Amerikanët tregojnë shumë të kujdesshëm për shembull që të thonë se ata nuk kanë një demokraci në vendin e tyre, por kanë një republikë. Sepse demokracia do të thotë tirani e shumicës, imponim i vullnetit të shumicës ndaj një pakice. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kushtojnë pakicave politike, shoqërore, kështu me radhë, i kushtojnë rëndësinë e dur, kanë garancitë e dura, mbrojtjet e dura, nga të cilat do duhet të mësonim edhe ne në Shqipëri për të ruajtur këto balancat e mbarvajtjes së shoqërisë. Që janë të nevojshme, këto balanca që janë të nevojshme për mbarvajtjen e shoqërisë. Dhe ndaj ata kanë një proces kaq të gjatë që nis me primaret, së pari me çdo individ që ka lirinë, ka të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe çdo individ atje i ka mundësitë ose e kanë në një farë mënyrë mekanizmin për të futur në garë, për të konkuruar në mënyrë të lirë me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edhe pse ka pas dyshime për 2020-ën. Dhe ndaj ky proces nis me atë që quhet eksplorimin që bën çdo kandidat për të futur ose jo në garë, krijojnë për gara të rëndësishme, krijojnë komitetet e eksplorimit, ku shikojnë a ekzistojnë premisat, a ka gjasa për të fituar një kandidat i caktuar apo është një betejë e kotë. Dhe nëse ka gjasa për të fituar, ata futen në garë, futen në primare brenda partisë së tyre, futen në lojë më pas mbështetjet që vijnë dhe nga sektori privat, lobimet e kështu me radhë, mbështetja natyrisht brenda partisë, dhe kjo shërben edhe për të parë se cila anë ose cili krah edhe ideologjik ka më shumë terren brenda partisë. Dhe këtë kemi parë dhe në këto primare që kanë ndodhur në këto muajt e fundit, qoftë në Partinë Republikane Amerikane, qoftë në Partinë Demokrate Amerikane. Dhe dallohen disa elemente që ja vlen të theksohen. Për shembull, në Partinë Republikane, presidenti Trump e zotron partinë tërësisht, duhet të thënë, ose në pjesën më të madhe të saj, gjithë kandidatët që ai ka mbështetur kanë fituar, ndoshta në 97-98% të mbështetjes. Është e rëndësishme në këto raste mbështetja e presidentit apo jo? Dhe mbështetja e tij ka rezultuar në shumë kandidatura vendimtare. Ka pasur raste kur kanë qenë kandidatët në vend të dytë ose të tretë dhe kanë dalë fitues vetëm pas mbështetjes së presidentit Trump. Do të thënë arrit në sondazhe pas mbështetjes publike të Trumpit dhe kanë fituar primaret brenda partisë. Dhe në krahun republikan duket që është mjaft i konsoliduar rreth kësaj agjendës MAGA rreth presidentit Trump. Dhe është një situatë, po të shikojmë shumë me ndryshme, ndoshta shumë larg asaj që ishte në 2016 apo në 2018, kur Trumpi kishte rezistencë brenda partisë së tij, qoftë në dhomën e përfaqësuesve, qoftë në Senat. Ai e dominon, domethënë në një përqindje shumë të madhe të dy dhomat e Kongresit dhe natyrisht do që të vazhdojë në këtë mënyrë dhe brenda partisë të paktën në primare kanë dalë fitues kandidatët e tij. Të shikojmë nëse do jenë fitues edhe në zgjedhjet e 3 nëntorit.